folët për dhe thatë që ka problematika sistemi shëndetësor. Po. Keni ngritur zërin shpesh edhe për problematika në sistemi farmaceutik. Sepse është pjesë shumë e rëndësishme e sistemit shëndetësor. Sa na prek ne si pacient? 100%. Sistemi shëndetësor ekziston vetëm për ne. Sepse unë jam qytetare dhe unë në një moment të caktuar, siç e tregon rasti, jam dhe paciente. Është për të ndodhur aty për ne kur kemi nevojë. Dhe kur nuk funksionon, jo i tëri si sistem, po sikur një pjesë e një hallke të tij të mos funksionoj, jep efekte domino në të tëra hallkat e tjera. Mungesa e një produkti farmaceutik, se tani po dalin te ajo fusha që kam lëvruar. Një produkt në varësi të rëndësisë së tij, gjithmonë do e gjej një kontingjent për të mos ta mjekuar. Po në qoftë se bëhet fjalë për produkte jetësore, të pazëvendësueshme. Dhe si e kemi situatën në këtë moment që flasim? Fatkeqësisht problematike. Kemi mungesa? Kemi mungesa, patjetër që kemi, çdo ditë kemi mungesa, ne nuk kemi kthehen dhe jetike. Patjetër që kthehen dhe jetike, dhe ne nuk duhet të fshihemi pas faktit janë jetike apo s'janë jetike. Ne duhet të na vërë në gjendje alarmi që një qytetar, jeta e një qytetari ka nevojë për të. Kjo është mjaftueshëm që sistemi shëndetësor të ngrer alarmin se nuk përmbush misionin e vet. Pastaj për mos folur për realitetin e sistemit shëndetësor në Shqipëri.